divorcin në perspektivën tënde, është fundi apo është një fillim i ri? Është fundi diçkaje dhe patjetër që mund të jetë fillimi i një diçkaje tjetër. Diçkaje. Kjo fjala diçkaje është shumë e gjerë. Mund të jetë fillimi i një jete tjetër dhe është fillimi i një jete tjetër. Mund të jetë fillimi i një marrëdhënie tjetër mbase ose mbase jo. Kështu që po, çdo fund është edhe një fillim, kështu që patjetër që po. Por divorci, sidomos duke pasur fëmijë, unë vërtet kam bërë këtë divorcin vetë, por nuk është se e trumpetoj divorcin me të madhe. Është në disa momente një zgjidhje, duhet të jetë një zgjidhje, një zgjedhje nga të dy partnerët, ose mbas edhe vetëm nga njëri, kur tjetri nuk arrin ta kuptojë që ka ardhur momenti për një gjë të tillë, dhe kur janë fëmijët prezent, vërtet ka familje të cilat mund të jenë me dy prindër, por fëmijët nuk janë ose janë shumë të palumtur dhe nuk do rriten kaq individ të mirë, sepse këta dy prindrit nuk kanë atë marrëdhënie që duhet kenë dhe t'i japin atij fëmijës ose atyre fëmijëve atë që duhet t'i japin, dhe ka familje të tjera ku jetohet vetëm me një prind dhe fëmijët mund të rriten shumë të lumtur dhe për të bërë nesër njerëz më të mirë se sa në një familje të palumtur me dy prindër.